Data 23 prill është shpallur si dita botërore e librit me 15 nëntor të vitit 1995 me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morë në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive. Dhe se çdo nismë për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor. Ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën në vetë në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blinte një libër i dhuroi edhe një trëndafil. Në 23 prill të vitit 1616 u nda kjo botë Cervantesi, Shakespeare dhe Graciliano de la Vega, i mbi quajtur Rinca. 23 prill shënon edhe lindjen ose vdekjen e shkrimtarëve të tjerë si Dron, Laxness, Nabokov, Joseph, Manuel, Valleja e tjerë. Kjo është arsyeja për të cilën kjo datë domethënësme për letërsinë universale është caktuar nga Konferenca e Përgjithshme UNESCO, për t'i bërë homazhe botërore librit dhe autorëve të tij dhe për të inkurajuar të rinj që të zbulojnë kënaqësinë e të lexuarit, si edhe për të respektuar kontributin e pazëvendësueshëm që kanë dhënë krijuesit për progresin social dhe atë kulturor.